Mësimin e kanë përfunduar, por ata detyrohen të presin shoferin për t'i bartur nga fshati Kotlin në Kovaqec të Kaçanikut. Kjo është shkolla Idris Seferi në fshatin Kovaqec të komunës së Kaçanikut, ku 4 nxënës të fshatit Kotlin detyrohen që të vijojnë mësimin në këtë shkollë, pasi që në fshatin e tyre u është mbyllur shkolla. E ky fenomen ka nxjerrur shqetësim të madh në këtë komunë, pasi që vetëm gjatë viteve të fundit janë mbyllur rreth 8 shkolla. Pritja prej 2 orësh është e zakonshme për 2 nxënësit e klasës së dytë. Ato thonë se janë mësuar ani pse ndonjëherë u duket e vështirë. Ku mësojnë, cilën shkollë? Që të mësoj, kena mësu atje, edhe në atin Kotlin, për aty anke aje e ka pos emrin Katën, e mo aje ka pos shumë pak në zonësa, edhe kena dollë për aty të dhamë shiel. Tash në kanë që këta. Ku jeni këto? Në cilin vend? Që e mo në Kotlin e në alo, jetojnë në Kotlin, e mo në kam pru këto për më mësu. Në Kovaqec? Për më mësu. Edhe apo ju do këtë zërë me udhtu tashte? Ka pak. Kush vjen ju marrë juve? Një bu, një njëri, aje e ko emrin Bardhel. Ai vjen ju merë juve prej Kotlinës, ju bartë, ju vjen këtu në Kovaqec me mësu në shkollë. Ai ju do këtë pak zërë me udhtu prej Kotlinës me ardhë? Ka pak që shto. Kjo është vetura përmes së cilës bartën nxënësit nga fshati Kotlin në Kovaqec dhe Anasjeltas. Bardhyl Tafili është ai i cili i shoqëron gjatë 5 ditëve të javës 7 vjeçaret. Ai tregon për rutinën e tij me nxënësit. Dikon ora 10:08, mas të largu 5 ditë ne arrim në fshat Kotlin, i bim këtu para 8:20, 8:20, prap këto 2 vajzat në klasën e dytë lëshohen dikon 11:40, mirë po ai klasës 8 shlohet 11:30, kështu që i bën ja 2 orë me prit. Drejtoria e arsimit në Kaçanik ka ngritur shqetësim për braktisjen e shkollave dhe mbylljen e 8 shkollave qysh nga viti 2016. Zahir Doda, drejtori i DKA-s në këtë komunë, thotë se në marrëveshje me prindërit e mësimdhënësit janë munduar të bëjnë zgjidhje lidhur me këtë. Janë bartë nxënësit në shkollat më të afërta, janë sistemu mësimdhënësit edhe punëtor teknik, objektet shkollore kanë betë në stihin e kohës, ndërsa dokumentacioni, materialet tjera janë bartë të gjitha, ashtu si që është përshkruar me në udhëzim administrativ. Ekipa e Kanal 10 ka vizituar edhe shkollën Naim Frashëri në Kotlin, që tashmë është mbyllur. Këto 2 erë të shkollës Naim Frashëri në fshatin Kotlin janë mbyllur qysh nga shtatori i vitit 2023. E numri nxënësve kishte shkuar duke rënë gradualisht, e në gjatë fundvitit shkollor kishin mbetur vetëm 7 nxënës, e tani më vetë se është e zbrazur. Migrimi dhe shpërngulja e banorëve është në rritje sipër, duke bërë që shumë shkolla në Kosovë të mbyllen, për çka është kërkuar vazhdimisht gjetja e alternativave më të përshtatshme për vijimin e mësimit për nxënësit që preken nga këto vendime.